Të pëlqen? Të pëlqen apo jo? Më thuaj që të pëlqen, të lutem! Shëtitas! Silvia? Oh! Vetëm një minutë, upsi. Do të kthehem me një herë tek ty. Të dhash mundësin ti ke pa të lënduar, por ti nuk e liet do të voglin të Shëtitës! Ja çfarë do të ndodh tani? Mirë pafshim, Silvia. U kënaqa që të hëngra. Më falni. Janet, ti je një planeti vetmuar, me të vërtet që je, por Silvia dhe unë duhet të largohemi që këtu. Silvia, e di se çfarë bëri Silvia? Ajo u largua. Ajo të la ty. Ajo kur nuk do të... Ajo të la këtu dhe tani jemi vetëm ti dhe unë, Shëtitës. Deri në fundit të gjitha kohërave. Nuk ka një humner aq të thellë. Eja Shëtitas, ikim që këtu. Ti nuk do të shkosh në asnjë vend me Shëticin tim të vogël. Jo, por atë tërheq drejt orbitës së saj. Nëse ikja që këtu do të ketë si pasojë që të ndërrojmë jetë nga një top fluturues slave të një planeti xheloz shoku, unë jam e lumtur që po bëjmë së bashku këtë gjë. Jam shumë dakord me ty. Të dua shumë, Silvia. Edhe unë Shëtitës, edhe unë. Çfarë ndodhi? Kujt i intereson? Ikim që këtu. Ne duhet të kthehemi. Çfarë? Je gjë i çmendur ti? Hej, Janet. Hey, më vjen keq u solla pak çuditshëm. Çfarë? Ja. Bëra gabim që të detyrova të më doje mua. Gjithçka që kam dashur ishte të kisha një miqësi si ajo që keni ju të dy, por nuk besoj që do të ndodhë diçka e tillë. Përshëndetje, jam Maurice, hëna jote. Oh, e më gjepsur. Nuk dua të tregohemi pa cip, por më duhet ta pranoj që ti më të rej shumë. Oh, ti. Ti, Janet, je krejtësisht bota ime. Ti themi miropafshim? Jo, le t'i lëm në qefin e tyre. Oh, Janet, hemisfera jote e jugut është kaq e harkuar. Oh, nëse vazhdon të flasësh në të mënyrë do të shkrisha kujt e mi.